Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit që kanë të bëjnë me jetën e artistëve shqiptar. Dua të ndaloj pak tek një personazh që në fakt na ka marrë zemrën që në ditën e parë kur ka hyrë në Big Brother, tek Selin Bollati, për të komentuar bashkarisht ngjarjet më të fundit se çfarë do të ndodh me jetën e Selin tashmë pas Big Brotherit. Ju e dini që Selina me përfundimin e Big Brotherit i ka kushtuar shumë kohë vetes së saj. Gimbos kanë shëtitur, janë argëtuar, janë kënaqur, kanë pas krijuar momente të bukura, kanë përjetuar çaste fantastike që në të vërtet vetëm ato të dy i din. Selina ka qenë prezente në për evenimente të ndryshme ku e kemi parë figurën e saj, gjithashtu dhe ka realizuar një klip që pati një sukses të jashtëzakonshëm, një klip që ka marrë te afro 1 milion për vetë se 2-3 ditë, do me thënë Selina ka patur një sukses, ka patur një begati pas përfundimit të Big Brotherit. Por fansat e Selinës edhe të Gimbos janë të etur për këtë çift dhe non stop më parashtrojnë pyetje: Tirona, ke marrë vesh një diçka? A do të jetë Selina pjesë e Top Channel-it? A bëhet fjalë për Selinën që të ketë një program etj etj. Tani Selin Bollati nuk e ka konfirmuar në asnjë mënyrë që do të jetë pjesë e Top Channel apo do të jetë pjesë e televizionit Klan, sepse Selina ka një marrëdhënie jashtëzakonisht të bukur me Ardit Qebrean, e ka falenderuar pafund zotri Arditin që ai më riti, më bëri kjo që jam. Por gjithsesi pyetja, do me thënë, vazhdojnë që të bëhet se si mendon ti Tiron se do të shkojnë gjërat. Unë mendoj që televizioni Top Channel, duke ditur që është një fabrik krijimesh, është një fabrik lindjesh, do ta kisha thënë unë, sepse ai rilindën këto, nuk ma merr mendja që do të përzgjidhte që Selinën, një vajzë me potencial të tillë, një vajzë me karakter të tillë, një vajzë me dinamik të tillë, t'ia jepte televizionit Klan, t'ia jepte Ardit Xhebreas. Përkundrazi mendoj që do ta mbante për vete dhe do ta kultivonte në televizionin e vet. Nga informacionet që kam unë, Selin Bollati do të jetë pjesë e televizionit Top Channel, Selin Bollati do të jetë pjesë e platformave digjitale të Top Channel-it, ku do të ketë një emision shumë të bukur, fantastik. Por, ky nuk është një informacion akoma i konfirmuar nga ana e Selinit, por është një thashethem që po ndodh brenda televizionit, që dhe Selin do të ketë një pozicion të jashtëzakonshëm brenda në këtë televizion. Për këtë i bindur jam, sepse një personazh si Selini, me gojën që ka Selin, me imazhin që ka Selin, me patjetër që do të kishte një rol fantastik brenda këtij televizioni dhe do t'i duhesh te këtij televizioni. Do me thënë, së shpejti Selinën do ta shohim në një ngritje artistike ashtu siç ajo në fakt të dëshiron. Selina e ka sprovuar veten edhe në këtë formë, do me thënë duke bërë edhe rolin e moderatores, ka qenë definitivisht fantastike.